Kështu që pa të thonë, thuj Ademit, ata që e kanë ndërmend të vazhdojnë kryengritjen, le të dalin tash nga rrethimi sa s'është mbyll rrethimi. Le t'i lanë ata që duhen të rrinë, po ata që duhet të mbeten duhet ta bëjnë një qendresë të madhe, e cila do të shënohet si qendresë e madhe. Ademi kishte pason Regjepit ndjer, thot, vedi që apo do në baci Adem. Po thuj baci Adem, kofsh që i kune, si jetë kërkush në prekaz. Dalin ton, edhe s'ka kush me bon atë rezistencë që po thuhet ti me drejt që duhet me bona. Kemi vendos me me që tu dhe qështë e ka qërë Zotin le bon. Kështu që vetëm ai flijimi madh të cilin e ka bërë Adem Jashari, familja ti, 3 gjenerata. Vetëm as ati flijimi ne nuk ishim armë i udhon atyre që ishin të gatshëm me marë pjesë në ushtrinë tonë shtritarë. Do me thonë, deri atëhere vriteshin do bashkëpunëtor të okupatorit, boshin do diverzione, boshin do bomba, boshin anikni, po ende qytetim, ende si shte flaka. Pas asaj, unë des flaka. Pa atë flijim madhështor e hynor që e ka bërë Adem Jashari, vështirë se do të mund në atë kohë të fillon të nëjë kryengritje serioze. Sepse ende kishte ndikime të jashtme, ende kishte ndikime që mos e na qojnë peshe, na qojnë gjytën e na myshin e na vrasin e tjera. Me atë akt, Ademi, Shabani, Hamza, gjithato nona tyne, gratë tjera, ishin bindur se vetëm në atë mënyrë mund të vetë në lëvizje ajo energji e fuqishme e cila blokohej pe atyre të cilët ishin të gatshëm ta pranonin kapitulimin. Edhe ashtu ndodhi. Kështu që ti thuash ti që ai i vrau, jo, ai boni kurban, e boni veten edhe me fëmijë, me familje, me krejt, u bë kurban për këtë popull, u fliu për këtë popull. Dhe pa ato flijime nuk do ta kishim ne sot, as do të mund bisedoshim ne dy këtu, as do ta kishim këtë që kemi, edhe pse kemi vërejtje të shumta që nuk ende si realizuam krejt ato kërkesa që duhet e që i meritojme e që do t'i realizojmë një ditë, po ajo ishte ai flakadani i madhi cili i kalli zemrën djalëshare. Edhe erdhi situata që edhe bota u bind,